Turneu ndërkombëtar të ndryshëm por të barabartë rimblodhi sërish futbollistët e moshave 9, 11 dhe 13 vjeçare nga shumë vendet e Europës. Nën përkujdesin e shoqatës së vëllazënimi dhe Federatës Shqiptare të Futbollit, ky turne tashmë ka jetëgjatësinë e tij, por dhe mjaft element të ri që e bëjnë më serioz dhe madhështor, duke treguar se futbolli është sporti që bashkon popujt dhe kombët, gjuhët, doket dhe zakonet. Kompleksi sportiv internacional në Pezë është epicentri e këtij manifestimi madhështor dhe të dyja fushat gumzhim prej zërave dhe emocioneve të pafund, brenda dhe jashtë tyre. Shumë qytete dhe emra skuadrash dëgjon këtu, madje nuk flitet vetëm shqip. Edhe Serbia ka skuadrat e saj, ndërsa Kosova, Maqedonia, Suedia, Bullgaria, Mali i Zi dhe Shqipëria e Bosnia tregojnë vlerat e grup moshave të ndryshme në fushën e blerë të futbollit. Fituesit natyrisht që ndjehen të lumtur, por ka edhe nga ata që kanë humbur e dëshpërimi është i pranishëm. Jeni shpallur fitues, si ndjeni? Ndjemi shumë të lumtur nga fitoria sepse kemi rezistuar shumë këto kohë. Ëndra jote, cila është? Të bëjmë një futbollist i famshëm. Zakonisht mosha juaj preferon të jenë sulmues, të shënën gola. Ti ke bërë të kundërtën, ke zgjedhur të jesh portier, përse? Po sepse roli që më pëlqen më shumë. Kaq. Jam lojtar i ekipit internacional Tirana. Filluam këtë karrierë, shpresonim që të fitonim, arritëm deri në gjysmëfinale, në rafën, por kështu është futbolli, herën tjetër. Çfarë tjetër futbolli? Kënaqësi të luaj. Çfarë pretendon të arrish? Vëm dikush. Çfarë premtimi bën për televizionin shqiptar? Çfarë premtimi bën Syla? Se do bëjmë dikush në jetë dhe do kënoj familjen time. Si kalove në këtë turne? Më trego pak për shtypjet e tua? Ishte një turne shumë i bukur dhe në fund ekipi jonë u shpall kampion. Çfarë veçante kishte? Vërtet? Çfarë veçante kishte turneu? Ishin shumë ekipe dhe ne lozëm me shpirt dhe në fund ja arritëm qëllimin. Tani ndihem mirë se të vlerësoj shokët, është diçka shumë e arritshme për mua. Çfarë është futbolli për ty? Futbolli është ëndrrë për realitet. Ku pretendon të shkosh? Marrët më të lartë të futbollit. Jam me ekipin e Shkëndisë të Tovës, i cili doli nën kampion dhe u skualifikua vetëm për faj të gol avarazhit, për arsye të gol avarazhit. Gjithsesi kam këtu kapitenin e skuadrës, i cili natyrisht do të bëjë një vlerësim për arritjen e drejtanishme të kësaj skuadre që vjen nga qyteti i bukurit të Tovës. Si quhesh? Reshat. Kush? Reshat quhen. Mbi emrin mo Reshat. Futbollistët njihen nga mbi emri, jo nga emri. Pse? Si ke mbi emrin? Ramadani. Ramadani. Atëherë si e vlerëson ecjen e ekipit tënd deri këtu? Ecja e ekipit tim është shumë mirë, por nuk e pranoj këtë faj që na dhanë. Nuk luajtëm në penalti. Pse? A ishte me gol avarazh rregullorja? Nuk Pse e nuk di unë. shënuat? Luajtë shumë mirë, pse nuk shënuat gol? Pse s'ja kërkoni vetes një, ha? Nuk mundëm se 3 loja luajtëm. Po. Keni qenë dhe herë tjetër këtu? Jo. Herë e parë. Përfaqësuesit e vendeve të ndryshme vinë prej vitesh këtu, por ka dhe prej atyre që vinë për herë të parë. Trajner dhe drejtues, por dhe gjyqtar, madje të huaj, nga vende të ndryshme, siç janë nga Belgjika, e pse jo edhe nga Rusia e Greqia, vinë pikërisht këtu për të gjykuar. E natyrisht e kanë edhe ata një arsye. Si ndjeni dhe si e vlerësoni këtë turne? Për mendimin tim personal, organizimi është në nivel jashtëzakonisht të lartë. Unë krenohem dhe jam i kënaqur që jam pjesëmarrës i kësaj gare. Keni marrë pjesë dhe herë tjera apo herë e parë? Jo, kjo është hera e parë. Një opinion për turneun. Duke sot vegodeni? Vërtet më ka bërë përshtypje, mikpritja, bujaria, por dhe mbarvajtja në të gjitha detajet, jo vetëm në fushën e futbollit. E slogani të ndryshëm por të barabart, më duket se i shkon shumë këtij turneu. Ndaj është një ftesë për mua dhe për të gjithë futbollistët e vendit tim që të vijë sërish këtu. Pas ndeshjeve me sistem grupi, fituesit shijojnë rezultatin, por dhe kupa e trofe, dhurata e kënaqësit pafund. Të duket se humbësit ndjehen keq, por dhe për ata, organizatorët kanë menduar të sjellin kënaqësinë e dhuratave, qoftë edhe me një simbol nga ky turne. Ceremonia përmbyllëse shpall dhe fituesit që janë të shumtë, por që në përfundim përmendim skuadrat që u gëzuan medaleve dhe kupave përkatëse. Për moshat 9 vjeç, vendin e parë fitoi ekipi i Dajtit, të dytin Kino Studio,
ndërsa vendin e tretë ekipi olimpik, ndërka që për moshat 11 vjeç, trofeu i fituesit shkoi për ekipin e Kino Studios, vendi i dytë është për Internacional dhe vendi i tretë për skuadrën e Dajtit. Emocionuesi ishte edhe ceremonia e moshave 13 vjeç, ku Internacionali i Tiranës bëhet fituesi i trofeut të këtij turneu, ndërka që Shkëndija e Tetovës mbetet e dyta në rënditje. Lidhja e Prizrenit kënaqet me kupën e vendit të tretë. Vërtet një festë e bukur sportive, ku të duket se të gjithë janë fitues. Drejtuesi i kësaj shoqate prej shumë vitesh, Idris Gashi, një ish gjyqtar futbolli shumë i njohur, pohon për mikrofonin tonë. Shoqata Vllazënimi në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit, prej vitesh tashmë ka një rregullore, ka një me fjalë është pasioni më tepër, dëshira që ky aktivitet vazhdojë dhe nuk do ndalohet, por janë fëmijët ata që na japin forcën, kënaqësinë që ne të vazhdojmë dhe të vazhdojmë përpara. Janë shumë ekipe. Në këto 3 grup mosha që luajtën këto ditë, U9, U11 dhe 13, morën pjesë rreth 60 ekipe. Por turneu mbyll gjysmën e ditëve të tij, sepse pjesa tjetër duket se merr më shumë vlerë. Natyrisht, moshat më të mëdha dhurojnë më shumë spektakël, gola, emocione e konkurrencë. Ka mjaft element të talentuar që të rreqin vëmendjen. Madje këtu ka dhe menaxher futbolli që vin nga jashtë për të parë ndonjë futbollist të spikatur si kandidat të mundshëm edhe për ekipet europiane. Njëri prej tyre vjen nga Gjermania dhe e tregon për mikrofonin tonë. Këtu kam ardhur për të shohur disa talente që janë nga Pesa, Liria dhe nga Suedia se më treguan. Për momentin jam i kënaqur me këto kushte sa i pash për herë të parë që gjendem këto në dorës apo si e themi këto pes. Jam shumë i kënaqur dhe i befasuar me këto kushte se kam prit. Kështu sigurisht që pe shoh dhe shpresoj që në të ardhmen do të kemi më shumë bashkëpunime në këtë drejtim me Gashin. Shpresoj që do të kemi suksese në këtë drejtim. Trajnerët apo drejtuesit e ekipeve, edhe pse kanë emocionin e ndeshjeve dhe veç pas sikletin në rezultatit, bëhen edhe ata pjesë e telereportazhit tonë, që promovon kësaj vlerat e një organizimi ku ata me shumë dëshirë janë bërë pjesë e tij. 2 prej djemve shqiptarë të Kosovës drejtojnë sot një ekip suedes, por që erdhën këtu si konkurrent, por dhe si vëllezër për të njohur më shumë djemve të tyre Shqipëri. Deri tash jemi të kënaqur, sidomos lojtarët shumë me ambientin, me fushat, me organizimi rreth turnirit, shumë mirë. S'kem kur gjë të them keq, shumë, veç pozitiv. Lojtarët morë pak ta ide me mësu çish luhet futbolli këtu, çish kanë teknikën, çish kanë taktikën, edhe çish me mësu pak edhe qysh kanë vullnet më lutin këtë nxehtë, këta si jam mësu, na jemi për Suedi, atje 20 gradë verës, këtu 32, 33, ta nuk jam mësu me atë temperaturë të lartë, po mirë, shumë, nuk kem kësi negativ, vetëm pozitiv të gjitha. Edhe Stuttgart dhe Maqedonia ka vite që marrin pjesë. Madje trajneri i kësaj skuadre duket se është i vetë shtëpisë. Ky turne është simboli i në Shqipëri për moshat, kjo festival për fëmijë mund ta çojmë, ku unë mendoj se këtu në Shqipëri zoti Idris Gashi do të jepet qytet nderi qytetit si të person, domethënë i cili angazhohet me i bashku gjithë kombet këtu në afërsinë këtë Ballkania, jemi duke ndjekur ekip nga Suedia. Me të vërtet, unë për vete them se çdo edhe vitet e ardhshme do marr pjesë në këtë turne, se në këtë afërsi turneu më i bukur dhe brend është turneu Vllazënimi Cup 2016, ta kenë të qartë të gjithë. Është hera e 4 që marrim pjesë në këtë turne. Turne i cili vetë numri i organizimit, domethënë turnei 12 me radhë tregon për vlerën dhe rëndësinë e turneut që ka. Është një turne që i mbledh gjithë shqiptarët nga trojet kudo që janë. Në këtë rast kemi edhe një ekip nga Suedia si shihet në këtë turne. Turne që me të vërtet kemi dorë të kënaqur gjitha këto vite që kemi qenë, po edhe këtë vit gjithashtu. Sidomos këtë vit është në kushte shumë më të mira, në ambient shumë të mirë sportiv siç janë këtu fushat e internacionalit. Dhe shpresojmë që të vazhdojë këtë traditë edhe në vitet e ardhshme.
Më pas, ceremonia mbyll ditët e turneut, që ikin si pa kuptuar dhe shpall fituesit e ri që tashmë kanë emra të ndryshëm. Për moshat 15 vjeç, fituesi ju ka buzëqeshur djemve të Akademisë Pandef të Maqedonisë, që renditën të parët, ndërsa vendi i dytë me merit është fituar nga Akademia e Tiranës. Por posti i vendit të tretë me kupën përkatëse ka udhëtuar drejt Pejës, sepse djemët e skuadrës së Besës e merituan këtë kupë. Por kaq interesante ishte edhe renditja për moshat 17 vjeç, ku fituesit ishin dhe jashtë Shqipërisë. Vendi i parë është merituar nga futbollistët cilësor të ekipit Besat Pejës në Kosovë, që me 11 metrash u treguan më të saktë, ndërsa vendi i dytë dhe i tretë janë ndarë mes skuadrës së Akademisë së Tiranës, por dhe ekipit të Dardanisë. Kësaj turneu e ka realizuar misionin e tij, që më shumë se emocionet e futbollit, solli misionin e madh të bashkimit përmes sportit, afrimit mes njëri-tjetrit, miqësisë së re dhe paqes së harmonisë mes popujve e vendeve të ndryshme. Sapo përfundoi aktiviteti i vllazënimit Kup 2016, ishin pjesëmarrëse 32 ekipe për ekipet U15 dhe U17. Shoqata vllazënimi në bashkëpunim me Federatën Shqiptare të Futbollit dhe për këtë vit për mua arriti një sukses, sepse erdhën ekipe nga shumë vendet të Ballkanit dhe të Europës, nga Suedia largët, plus Bosnia, Bullgaria, Serbia, Greqia, Shqipëria, Maqedonia, Malizi. Unë them që aktiviteti i arriti qëllimit. Për ne të gjithë janë fitues, të gjithë ekipet që marrin pjesë fitojnë, sepse fitojnë misin, ndeshjet, Bregdetin e bukur të Shqipërisë. Unë them është arritur gjithçka dhe ftoj të gjithë ekipet pjesëmarrëse. Një falënderim special për trajnerët, drejtuesit e ekipeve që kanë ardhur në këtë aktivitet, Federatën Shqiptare e Futbollit që ka ndihmuar për këtë aktivitet dhe them që në vitet e ardhshme do ketë dhe më shumë ekipe dhe falenderoj edhe televizionin shqiptar që na rri gjithmonë gati. Është vetëm televizor që transmeton këtë aktivitet dhe jemi shumë mirënjohës. Tashmë këta djem, më shumë se një kujtim të karrierës së tyre, kanë një arsye më shumë për ta dashur futbollin, sportin që kanë zgjedhur, por dhe Shqipërinë, që shumë kush prej tyre e njohin për herë të parë.